Fenomeni është që po shiten armë nga 500 euro, të cilat janë armë, nuk quhen armë zjarri vdekje prurse, po kanë tytën të bllokuar dhe vetëm bëjnë zhurmë, pra qëllojnë bëjnë atë zhurmën e një pistolete të zakonshme, më shumë për të trembur, edhe janë përdorur edhe për vjedhjet e bankave. Këta i modifikojnë në Kosovë, pra ndrojnë tytën, e hapin, e bëjnë armë zjarri të mirëfillt, e modifikojnë, por ajo nuk është rezistente, sepse nuk është prodhuar si një armë zjarri e vërtet, dhe nuk bën qitje shumë, por rreth 50-100 qitje dhe pastaj prishet. Po këto janë armë tipike për vrasjet me pagesë, të cilët i përdorin 2-3 herë dhe pastaj i hedhin. Nuk kanë ato as numër, as regjistra, absolutisht asgjë. Po pse dim çmimin e këtyre që janë 500? Sepse aq janë shitur, aq janë të shënuara në të gjitha dokumentat që ka të dokumentuara prokuroria nëpërmjet shkëmbimit të tregtarëve që kanë ndodhur, tregtisë paligjshme. Dhe një nga këto armë që ne i themi atipike, në formë stilolapsi, që është pjesë e këtij trafiku, është goditur 15 vjeçari në Tiranë, ai kamarieri i picerisë. Luante me kamarierin tjetër, në moment të caktuar me këtë stilolaps pistolet e godet në fyt. Ai plagoset, shkon, e mohon fillimisht, më kanë qelluar afër një spitali në një rrugë, bën një lloj alibie kështu për të mbrojtur shokun, dhe pastaj zbërthehet dhe tregon të vërtetën. Pra ka një fluks të tillë shumë shqetësues, por me këto operacione policia tregon që është krye detyrës dhe po i parandalon. Sa janë sekuestruar, sa armë janë sekuestruar? Po diku po pasën ashtu dhe Kalashnikov, jo vetëm pistoleta. Në çfarë zone Dori Bezat mirë se erdhën, në çfarë zone? Operacioni është zhvilluar në Tiranë, por armët kanë qenë të magazinuara në qytete të ndryshme të Shqipërisë. Fillimisht ishte trafiku kryesor nga Kosova, vinin në Shqipëri ku kishte baza edhe në Shkodër, edhe në Vorë, edhe në Durrës, por kryesisht komunikimi bëhej në rrjetet sociale, ku reklamoheshe arma nga 2 persona kosovar të cilët u arrestuan në 1 muaj më përpara. Ata kanë qenë Chelsea që zbërthyen edhe rrjetin e 10 personave të tjerë shqiptar që kanë qenë Po, pikërisht, u arrestuan ata 1 muaj më përpara dhe në cilësinë e provës materiale u sekuestruan aparatet e tyre celular që nga sektori kibernetik u zbërthyen, u rikthyen bisedat dhe aty u pan kontaktet me persona të tjerë. Duhet thënë që këto armë zjarri nuk ishin të gjitha të depozituara në një, nuk i kishte një person, por ato ishin në kontakt me persona të tjerë. Pra një person blinte 2 pistoleta, një tjetër blinte 3, një tjetër blinte 6 dhe kështu u Kush tregu? Ku i blen? Dikush këto? Në rastin konkret të këtij operacioni, armët nga Kosova sidheshin nga 2 persona të cilët u arrestuan 1 muaj më përpara. Ata ishin grosistët, le të themi, kryesor që sillnin armët në Shqipëri. Më pas ato bliheshin nga një dorë tjetër shqiptare dhe synimi kryesor i blerësve, i 10 personave të cilët janë ndaluar, nuk ishte që t'i përdornin vetë, po të binin në kontakt me persona të tjerë, pjesë të grupeve kriminale, të cilët kishin interes për blerjen e një armë me zjarri. Ky si trafik mund të themi që është konsoliduar edhe në raportin vjetor të SPAK një vit më parë u cilësua që linja e trafikut të armëve të zjarrit edhe të lëndëve shpërthyese nga Kosova është kthyer në një problem dhe është kthyer linja kryesore e grupeve kriminale që armët e zjarrit dhe lëndën shpërthyese e gjejnë kryesisht nga Kosova. Nuk është rasti i parë ky i evidentuar nga ana e policisë. Mjaft të kujtojmë operacionet e një viti më parë, ku u gjetën 3 baza të mëdha armatimi në Tiranë, një bazë e ngjashme u gjet në Vlorë, po ashtu në Durrës ka pasur operacione të ngjashme, ku ajo që vlen të theksohet është se këto armë, përveç se janë lehtësisht të përballueshme nga ana ekonomike, se variojnë nga 500 deri në 1500 euro, ajo që vlen të theksohet është se janë edhe prodhime të reja. Janë armë që ndryshe nga vite më përpara kur në studio televizive apo edhe në regjistrat policisë origjina e tyre gjendej nga depot e armatimit të 97-s, tani shohim karakteristika të tjera të armëve që janë të reja, janë të sofistikuara, madje edhe ndërhyet në trupin e armës. Çka do të thotë që ka çfarë interesi për to? Po të shikoni armët, për shembull njëra veçohet aty sepse është një Volter, kjo arma e mesit me silenciator, ajo është shumë e shtrenjtë, shkon gati 1500 euro, 2000 euro, është një armë që e precizionit lartë që përdoret edhe nga vrasjet me pagesë. Na ka hyrë një armë tjetër nga Kosova e cila është më frikshme se këto, është një armë e prodhimit
belg, FN 57. Ajo është një armë e cila përdoret shumë dhe mbahet shumë nga eksponent krimit organizuar, sepse depërton tek grupi njerëzor shpejt? Jo, depërton tek jelekët antiplum. Edhe të policisë shtetit. Edhe është një armë që edhe po ke veshur antiplum, ajo depërton dhe mund të vrasë, sepse ka një lloj plumbi që nuk është plumbi i zakonshëm 9 mm, por 5.7. Dhe FN-ja dihet, domethënë kudo në të gjitha tregjet shitet 5 deri në 10.000 euro, kaq që shtrenjtë është. Policia është në deni të kësaj arme, por është armë shumë e rrallë që e përdorin këta. Dhe kujt është gjetur? Deri më sot ka hyrë nga Kosova nëpërmjet linjës Belgjik-Zvicër, vjen nga Kroacia ose nga Serbia, futet në Kosovë dhe vjen në Shqipëri. Ajo është, këta i thonë thesaris, është nga një armët më të... Kujt është gjetur? Dihet se... Jo, janë në posedim, ka pasur 2-3 ngjarje, sidomos në blok, ku njëra prej këtyre armëve është gjetur, dhe aty pastaj është konstatuar që e përdorin disa persona të tjerë nga deponimet që kanë dhënë, po ende sot nuk janë të dokumentuara ku janë këto armë, pra ku është ky, sepse janë shpërndarë mbi 10 nga këto në kryeqytet. Mbi 10 të tilla, me silenciator që shkojnë. Ajo është e rrezikshme sepse edhe po të kesh antiplum të nivelit 3, ajo e depërton. Prandaj është e rrezikshme. Pra nuk mund t'i mbrohesh dot. Vetëm po të kesh qeramik niveli 4, ajo pastaj po niveli 4 përdoret vetëm nga forcat Renea tona. Kështu që policia e zakonshme ka nivel 3, edhe ajo është vdekjepruese. E vetëm armë. Plus kemi kapur një armë në Fier, e cila policia shkencore nxori që nuk është... Bashkë me sekuestrimin, është evidentuar, diagnostikuar se ku ishin destinuara? Ka një rjet i cili do të bënte shpërndarjen e tyre sipas një tregu të saktuar, ku themi ka armë, atyre që do t'ja kush do t'i bler. Në fakt tek ta janë kapur edhe kush po i blente. Po deri më sot nuk po identifikohet dot për çfarë do t'i përdorin këta. Pra, a janë vrasës me pagesë? Po. Dihet, po, e kanë dokumentuar 5 muaj kanë ndenjur policia, domethënë, një nga këto operacionet e ndërtimit e prokurorisë Tiranës, cila ka zgjatur në kohë vetëm për të dokumentuar në një formë të tillë. Se shikoni ka një sakrificë shumë të madhe të infiltrohesh në rrugë të identitet, prokurori di shumë mirë këto se si funksionon e çfarë kosto marrin përsipër policët që e bëjnë këtë. Megjithatë ja kanë dalë mban, por glogët janë të policisë kosovare. Disa prej tyre mund të jenë edhe vjedhur nga depot e pra ka një qarkullim të madh të brendshëm aty. Kalashnikovët dihet që janë rëndom, ja kemi çuar ne tani po na e kthen mbrapsht, pra ja kemi shitur dhe po na e shesin sërish. Domethënë janë ke bereta italiane, të cilat përdoren kryesisht nga në Itali përdoren më shumë, po janë të lira, nuk është se kanë ndonjë çmim, por kjo për shembull Volteri e ka çmim shumë të shtrenjtë dhe kjo është një formë artizanale kjo tjetra. Një formë, ajo që ju thash, që modifikohen dhe bëhen përqitje 2-3 herë dhe pastaj mund të... Është bërë regjistrimi i këtyre armëve dhe tani pritet një përgjigje e laboratorit shkencor për të bërë nëse ato qëllojnë të gjitha, pra janë armë zjarri funksionale dhe nëse janë përdorur në ndonjë ngjarje të mëparshme. Ne kemi në policinë shkencore kemi edhe një linjë ndërkombëtare të kontrollit të këtyre. Pra janë përdorur në Evropë këto lloj armësh apo jo?